Dardha, dashuria ime, sonte do të festojmë për vjetorin ton me madhështi. Kam një surprizë. Më vjen keq, Mateo. Kam një auditim në zyrë dhe do të dal vonë. Mos më prit zgjuar. Gjithmonë puna, Dardha. Ndjej se çdo direkt je më larg si pison. Është vetëm një periudhë e vështirë. Së shpejti do të kemi gjithë kohën e botës për ne. Të dua. I love you too. Go carefully. Diçka nuk shkon. Ky parfum agrumesh që kishte nuk është i zyrës së saj. Është koha të zbuloj të vërtetën. Dardha. Më në fund erdhe. Arkitekti thot se për një muaj, vila do të jetë gati që të shpërnulemi. Mezi pres, banania. Me ty ndjej se më në fund kam të ardhmen që kam ndërruar gjithmonë. Ti meriton më të mirën. Prandaj investova të gjitha kursimet e mia në këtë pronë, që e vendosa në emrin tënd. Je njeriu i jetës time. Askush nuk më ka trajtuar me kaq bujari sa ti. Mateo, çfarë bën këtu? Mund ta shpjegoj. Banania është vetëm një partner biznesi shumë i afërt. Jam i fejuar i saj. Martohemi pas 2 javësh. Po ti kush je që i kërkon llogari? Jam burri i saj prej 5 vitesh. Burri që i dha një shtëpi, ndërsa ajo planifikonte një tjetër me ty. Ka. Burri? Mua më tha se ishte jetime dhe se jetonte vetëm në një studio me qira. Nuk ka vetëm një burr dhe një të fejuar, Banania. Shiko këtë regjistër që gjeta në çantën e saj. It cannot be. Apartment 1004. Apartment 702. He has the keys to 4 different houses. Dardha nuk ka një jetë të dyfisht. Ajo ka një koleksion jetësh. Ne jemi thjesht kapituj në librin e saj të gënjeshtrave. Heshtni të dy. Ju nuk kuptoni asgjë. Thjesht kërkoja sigurin që asnjëri nuk mund të ma jepte i ndar. Të dhash kursimet e mia, besimin tim dhe mbiemrin tim. Je një monster e kalbur për brenda. Dhe unë të dhash gjithë jetën time. Por sot, kjo ndërtes mashtrimesh po të bie përmbi, Dardha. Mbretëresha ime. Pse po vonohesh aq shumë? Darka po ftohet në folen ton të dashurisë. Shikoni kush erdhi. Kapitulli i 3 i kësaj farse. A mendon edhe ti se je i vetmi pjeshka? Për çfarë flisni? Dardha është e dashura ime zyrtare. Jemi duke bler një jahtë për të ikur larg. Mirë se erdhe në klubin e të patëshmiturve. Ajo na mban të gjithëve në një rresht pritjeje sipas interesit të saj. Mjaft. Jashtë që këtu të gjithë. Nuk kam nevojë për asnjërin prej jush për të mbajtur nivelin tim. Ke të drejtë, Dardha. Nuk ke nevojë për ne sepse kur nuk na deshe. Ti dashuron vetëm luksin dhe kontrollin. Mbaje vilën tënde bosh, që nesër avokatët e mi do të kërkojnë anulimin e të gjitha blerjeve. Dhe unë do të mbyll të gjithë kartat e kreditit. Mendova se ishe një frut i ëmbël, por ke zemër guri. Nuk më intereson. Do të gjej 10 të tjerë si ju, para se të agoj. Mund të gjesh të tjerë, por kur nuk do ta kthesh dinjitetin tënd. Sot mbetesh me çelsat e tu, por pa dyer për të hapur. Preferoj vetmin më absolute se sa të jetoj edhe 1 sekond në teatrin tënd të hijeve. Mbaroj.